Pas një betejë të fortë kundër Valtorit dhe shtrigave të kështjellës së reve, Wingsat zbuluan që Faragonda është transformuar në një pemë lisi të vjetër. A do të arrijnë ato të shpëtojnë drejtoreshën e tyre të dashur? Për në një gjë tjetër, zonja Faragonda? Loket, ajo nuk mund të flas! Prit një pak të gjitha, vajza. Unë mendoj se mund të prit magjinë e Valtorit. Mos u shqetëso, drejtoresh. Tani Wingsat janë rrugës për në Linfea, për të gjetur një mënyrë për të prishur magjinë. Me të vërtet shumë interesante. Stormy, eja këtu me njëherë. Dua të provoj të t'jap një fuqi të re. Pse asaj? Sepse kështu them unë. Më thuaj si ndihesh. Elektrizuar. Valtor, Wingsat po shkojnë në Linfea, po përpiqen të shpëtojnë Faragondën. Do të kërkojnë ndihmë nga mbretëria e natyrës, apo jo? Faleminderit për lajmin, Lucy. Mirë do t'ishte sikur dikush tjetër të merrej me ato zana në vendin tim. Shkoj unë, do të provoj fuqitë e mia të reja. Po, edhe unë kam diçka për të bërë. Linfea, sa bukur të kthesh në shtëpi. Teleporti i Stelës ju falenderon që udhëtuat me ne dhe shpreson të shihemi sërish. Ky vend që ka i mrekullueshëm. Lara! Miele! Vajza, kjo është motra ime, Miele. Përshëndetje, vajza! Përshëndetje, Miele, si e kalon? Pra, ke ndonjë lajm të mirë për ne? Fola me të mëdhenj siç më the. Ata thanë që duhet të shkosh në qytetin e pemëve dhe të takosh të mençurin e Linfeas. Ju çoj unë aty. Ejani, vajza. Portali mbretërive, tuneli dritës më qeni një rrukalim nga ku mund të fluturoj. Një rrugë kalim dimensional, urime. Ti zakonisht ke pasur probleme me atë magji. Çdo këtu ti, Aisi. Çfarë të bën të mendosh që ti je vetmja që mund të shkosh? Valtori mi dha mua fuqitë e reja, pra ai do që unë të kujdesem për zanat. Po pse ti? Kujdi e ndoshta më ka qef mua. Takojmë më vonë, Malters. Wow! Fantastike! Pra ky është qyteti i pemëve? Arritëm më në fund? Jo, është aty lart. Mos ka ndonjë shensor të shpejtësisë lart në ndonjërin nga pemët apo çfarë? Po tallesh? Teknologjia është ndaluar në qytetin e pemëve. Atëherë duhet të përdorim flatrat tona. As ajo nuk do të funksionoj. Erërat që fryn nga mali krijojnë një tunel të fuqishëm erërash. Po, dakord, por si do të ngjitemi aty lart? Ejani, ju tregoj unë, është e thjeshtë. Mirë, ngjituni, vajza. Miele e dashur, nuk je detyruar të vish nëse nuk e dëshirë. Hey, unë jam më e vogël.
vogël tani. Nuk të thash gjë që ishe, thjesht të bëra një pyetje. Përse? Mos duhet të shqetësohemi për ndonjë gjë? A është e sigurt gjethja? Sigurisht që është, thjesht duhet të mbaheni fort. Ajo që ngjitet duhet dhe të bjerë. Fuqit e reja që në kanë super mund të thras gjithçka. A ka ndonjë mënyrë për ta ngadalësuar këtë gjë? Duhet të ecë kaq shpejt që të përballoj forcën e erës, mos shiko poshtë. E pse jo? Mos shikoni as lart, se po shkojnë drejt një stuhie. Nuk arrit të shikoj asgjë. Çfarë ishte ajo? Muza, kujdes! Harbite stuhive! Unë mendoja se ato ekzistonin vetëm në përpëralla. Disa njerëz ashtu mendojnë edhe për ne. Keni kujdes, ato po bëjnë gati për një sulm tjetër. Atëherë bëjmë mirë të mbrohemi. Flatrat magjike! Goditje e bukur. Ora 3. Ora e kujt është 3? E jotja, por tani është 9. Stella! Nuk e bëj dot! Më lësho dhe do të fluturoj! Jo, është shumë e rrezikshme. Më lër ta provoj! Kisha të drejtë! Këto flatra mund të përballojnë edhe erat më të forta! Fuqitë magjike janë të mrekullueshme! Kape Njelen! Njele! Forca! T'ju tregojmë atyre që janë fuqitë magjike! Izana, kemi vizita, kthehem për 1 minutë. Vajza, keni nevojë për ndihmë? Erdhi momenti! Keni frikë t'i vini në provë flatrat tuaja? Ato janë akoma të reja fare. E ndjen sa shumë fuqi zotërojnë flatra? Fuqi dhe stil, prandaj unë i quaj modë e bukur Sanash. Mos u shqetëso, do t'ja dalim ban. E di Flora, ju jeni wingsat. A e dëgjove atë tekna? Miele ka besim tekna. Shtule të përpiqemi të mos ta zhgënjejmë. Ato po përpiqen të rrëzojnë gjethen. 3 me 3, forca vajza. Misioni u realizua. Wow! A jeni të sigurta që ky është vendi i duhur? Po, këtu jetoni Mançuri Limfeas. Ju keni ardhur të ndihmoni Faragondën? Afroni. Oh, zëri vjen nga e ujvara atje. Magjia e Valtorit është shumë e fuqishme dhe nuk mund të prishet me magji normale. Ti je? Po, unë jam. Po prisni diçka ndryshe? Si mund të ndihmojmë në Faragondën? E vetmja mënyrë për të prishur magjinë e Valtorit është përmes rrjedhës së kohës. Shumë vite më parë këto dy pemshelgu ishin burimi i jetës për zonën e Luljes, një tokë e lulëzuar dhe e lumtur në veri të Limfeas. Lulja është një tokë e djerë. Nuk ishte para se të binte zjarri i madh, i cili shkatroi plotësisht njërin prej pemëve dhe tjetrën e dëmtoi pak. Ajo u njoh si shelgu i zi. Dhimbja e saj ishte shumë e madhe. Ajo nuk mund të qëndronte aty ku kishte qëndruar më parë motra e saj, kështu që u largua. Po atëherë ku shkoi?
në një shpellë afër maleve dhe filloi të qante për motrën e saj të humbur. Lotët si fillim krijuan një pellg që më vonë u kthye në një liçen, i cili rriste jashtë shpellës, ngjitej të shkëmbit duke luftuar me gravitetin. Ai formoi atë që tani quhet shkalla e ujit. Një vend ku uji lëviz në drejtim të kundërt? Kujtimet e bëjnë shelgun e zi të qaj, prandaj lotët e tij mund të ndryshojnë drejtimin e kohës dhe të çbëjnë atë që ka ndodhur. Pra nëse ne mund të marrim pak nga ai uji. Por ne mund të ujisim pemën e Faragondës dhe të kthejmë kohën pas. Nëse ai mund ta kthejë atë dhe pemën në momentin para se të bëjë magjia, atëherë ne mund ta lërojmë atë. Duhet të nxitoni. Nëse kalon shumë kohë, magjia e valtorit do të bëhet e pakthyeshme. Shkojmë, vajza. Dhe diçka të fundit, ju duhet një kupër të mbledhur lotët e pemës. Tani më trego Stormin. Ajo shtriga e poshtër, tani më trego Icein. Duhet ta kisha menduar, është edhe ajo aty. Nëse mendoj se mund të bëjnë që unë të dukem keq në sy të valtorit, po ngatrohen me shtrigën e gabuar. Nuk mund ta besoj që po fluturoj me buburreca. Ato janë të këndshme, janë si nuse bashke. Miele, ku po shkon? Do të vij edhe unë me ju. Më vjen keq, Miele, s'mund të marr, është me rrezik. Në asnjë mënyrë, s'mund të më lësh këtu. Duhet ta bëj, zemër. Ti bëre një punë shumë të mirë që gjete të mençurin dhe na solle këtu. E vlerësojmë shumë atë që bëre, por është shumë me rrezik që të bish me ne. Por unë jam një zan. Dhe do të rritesh dhe do të bësh një zanë e fortë dhe e guximshme. Thjesht nuk ka ardhur momenti yt. Por mos u shqetëso, përsëri do të fluturosh me nuse pashkën. Ktheje në shtëpi, do të ta tregoj ajo rrugën. Nëse të kërkon të fluturosh më shpejt, mos ja vër veshin. Në rregull? Shihemi së shpejti e rrugë të mbar. Do të shihemi së shpejti, ëmbëlsirë. Mbau fort. Më lajmëro nëse ke ndonjë problem. Më vjen keq, vajza. Duhet të ndalojmë. Nëse pashkët nuk mund të kalojnë përmes vreshtave ngjitës. Atëherë le të përdorim flatrat tona për të fluturuar. Po tallësh, kështu është më gallat. Shiko. Nuk duket shumë e qëndrueshme. E Jani, çfarë po prisni? Ti doje të gjeta për vete, apo jo? Darcy, Çfarë? Do të bëhesh shtriga numër 1 e valtorit? nuk dua të bëhem Darcy, unë tashmë jam. Po, këtë gjë do ta shikojmë shpejt. Çfarë po bëni? Hajde, mjaft tani, mjaft u zut. Mos na thuaj se çfarë duhet të bëjmë. Mendon se je më e mira sepse valtori të dha disa fuqi të reja për të luajtur. Doni të më shikoni duke luajtur? Nuk arrit ta besoj. Çfarë ka për të qeshur? Ne po zihemi për një mashkull. Ke të drejtë. Po, nëse duam të heqim qafa ato zana, duhet të punojmë së bashku. Mjaft, po flet si Blumi. Dua të them, jemi shoqe. Stormi, nuk e besoj që po bësh sentimentale. Jo, sigurisht jo. Shkojmë tani. Shkalla e ujit, kjo është një nga gjërat më të bukura që kam parë ndonjëherë. Shpella duhet të jetë direkt pasi mbaron ujvara. Duhet të jetë një shpellë aty. Ç'më që gjithmonë është një shpellë pas një ujvare? Kujt i bëhet vonë, është vendi perfekt për të zënë prit. Është atje tej. Wow, shelgu i zi! Unë po shkoj të marr pak ujë nga liçeni. Jo, prit. Nëse lotët e shelgut të zi mund ta kthejnë kohën pas edhe ti e prek ujë. Koha mund të kthehet pas edhe për ty. Mund të bëhesh përsëri një fëmijë. Po atëherë, çfarë do të bëjmë? Vajza, nuk ju kujtohet çfarë the e mençura? Miele, çfarë bën këtu ti? Duhet ta merr një ujë pa e prekur atë. Po, Miele ka të drejtë. Uji i shelgut mund të mblidhet vetëm me anën e një kupe. Më lejoni. Një prekje e magjisë së diellit do të mjaftoj ta kthej këtë gur në një kupë shkëlqyese kristali. Mrekulli. Kujdes mos prekësh ujin.
Në përpjekje për të shpëtuar Faragondën, në fillim shpëtoni veten tuaj. Prap ju triksat. Ju pëlqeu rengu ynë me harpit? Patëm ca dëntime dhe do të bëjmë të pamundurën t'u akthejmë derin. Forca vajza, flatrat magjike. Enchantix! Nxito Stella. Pothuajse mbarova, mbajini të zona. Vajza e mora. Çfarë është? Vajza mora një tjetër. Sa keq, a ju I mund ta kishte shpëtuar drejtoreshën tuaj të shtrenjtë. Por ne do të marrim tjetër. Unë nuk mendoj kështu. Ju kujtohen mësimet e Grifinit për natyrën? Po, si të shkatrosh një mjediste për kryer, ti ishe eksperte për atë. Tani është radha jote për të treguar çfarë nxënëse je. Shelgu I zi! Më pëlqen ti shkatëroj budallashe si ju. Do të shihemi zanat e luleve. Jo! Miele! Do të ma paguani! Miele! Flora, nuk mundesh! Miele, se nuk u ktheve në shtëpi? Doja të shikoja çfarë do të ndodhte. Të dua shumë, lulja ime e vogël. Flora? Plusk, çoja në sipërfaqe. Flora! Flora, jo! Më duket se zana e luleve nuk I dolin ban. Miele, çfarë ndodhi? Ku shkoi Flora? Ajo më shpëtoi. Magical powder,
Leila, ti arrite fuqit magjike. Dukesh e mrekullueshme. Faleminderit që më shpëtove jetën. Hej, në fillim më shpëtove ti mua. Po, them se po. U tregove shumë e guximshme. Jam krenare për ty, Miela. Hej, shiko. Ashtu i kishe flokët? Punë e madhe, ti dukesh si Pixi. Do më paguash ti, Flora. Ju Triksa, mjaftu sollot keq ose do t'ju japim ndonjë shuplak të trejave. Të shpresojmë që kjo të funksionojë. Faleminderit vajza, e dija që mund të mbështetesh atë ju. Mirë se erdhe, në të munguar. Leila, më në fund të gjeta. Fuqit magjike Enchantix kanë prekur edhe një tjetër prej tyre. Pas Leilës, Stelës, Muzës dhe Florës, një tjetër Wings do të arrijë fuqitë e saj të reja, dhe asgjë s'do të jetë më si më parë.